Në një fshat të vogël, ku nderi dhe familja ishin gjithçka, ndodhi një tragjedi që tronditi gjithë zonën. Një burr i njohur për qetësinë dhe ndershmërinë e tij, humbi gjithçka brenda një nate, gruan, vëllain dhe, mbi të gjitha, vetveten. Ishte një histori që filloi me dashuri, besim dhe sakrifica, por përfundoi me gjak, tradhti dhe mallkim. Ata që e njohën thonë se asnjëherë nuk do të harronin britmën e tij atë natë. Ishte ulërima e një burri që kishte parë me sytë e tij mëkatin më të madh që mund t'i bënte jeta. Një histori që tregon se ndonjëherë dashuria, kur tradhtohet, mund të kthehet në armën më të rrezikshme të shpirtit njerëzor. Fillimi i një dashurie dhe një vëllazërie të Fortariani ishte 36 vjeç, burr punëtor, i thjesht që jetonte për familje. Punonte në ndërtim në Itali dhe çdo 3 muaj kthehej në fshat për të parë gruan e tij, Elirën, dhe vëllain e vogël, Gentin. Ishte rritur pa prindër, babai kishte vdekur herët, nëna i kishte rritur me munë lot. Ariani gjithmonë kishte thënë: "Vëllai im është gjaku im, po e preke, më dhem më shumë se po të më vrasësh mua." Kur u martua me Elirën, fshati e quajti një martesë të bekuar. Ajo ishte e bukur, e sjellshme, me sy të thellë që shkëlqenin çdo herë që e shihte Arianin. Ai i besonte verbërisht. Madje kur largoi për punë, i linte gjithçka në dorë të saj: shtëpinë, tokën, paratë. Genti, vëllai i vogël, vinte shpesh në shtëpi për ta ndihmuar. Ishte vetëm 24 vjeç, plot jetë, plot ëndra. Kishte mbaruar shkollën profesionale dhe kërkonte punë, por se gjente dot. Ariani i thoshte: "Mos u mërzit, vëlla. Do të çoj unë në Itali, do punojmë bashkë, të bëjmë jetë të mirë." Por ajo që Ariani se dinte ishte se, ndërkohë që ai punonte për të siguruar një të ardhme më të mirë, në shtëpinë e tij po mbillej mëkati. Në fillim, Elira dhe Genti flisnin për gjëra të vogla, për punët e shtëpisë, për motin, për mallin që kishin për Ariani. Pastaj filluan ta ndjenin afërsinë në një mënyrë tjetër. Një vështrim që zgjatej pak më shumë, një prekje rastësishme që ndiste diçka të ndaluar. Një natë vere, kur fshati flinte dhe dritat ishin shuar, ndodhi ajo që s'duhej të ndodhte kurrë. Dhe nga ajo natë, gjithçka ndryshoi. Elira nuk ishte më e qetë kur fliste me burrin e saj në telefon. Zëri i saj dridhej, ndërsa Genti, i cili gjithmonë e priste me mall Arianin, filloi të shmangej. Fshati nisi të fliste me zë të ulët, sepse, siç ndodh gjithmonë, mëkati nuk rifsheu gjatë. Një ditë, një fjalë rastësishme i mbërriti Arianit në Itali. "Arian, mos i beso shumë atyre që ke në shtëpi. Ka gjëra që s'jan ashtu si duken." Fillimisht ai qeshi, por pas disa netësh pa gjumë, ndjeu diçka që e shtyu të kthehej pa paralajmërim. Ai erdhi natën, pa i thënë askujt. Dritat në shtëpi ishin fikur. Hapi derën me kujdes, dhe ajo që pa brenda dhomës e shkatërroi përgjithmonë. Nata e tragjedisë ishte pas mesnate kur Ariani mbërriti në fshat. Kishte vozitur pa ndalur, me një ndjenjë të çuditshme që i diqte në stomak. Zemra i rrihte fort, si të paralajmëronte se diçka e keqe po e priste. Rruga e fshatit ishte bosh. Vetëm zhurma e hapave të tij dëgjohej në dritën e zbehtë të hënës. Ai nuk kishte lajmëruar askënd për kthimin. Donte të bënte një surprizë Elirës, por në shpirt ndjente një hije dyshimi që se kishte ndjer kurrë më parë. Kur mbriti tek porta e shtëpisë, ajo ishte mbyllur vetëm me çelësin e brendshëm. Diçka se linte të qetë. Eci ngadalë drejt dritares së dhomës së gjumit. Brenda, një dritë e vogël ndiste rrëz krevati. Ariani përkuli kokën, i afroi syt, dhe ajo që pa i ngriti gjakun në kokë. Elira ishte zhveshur, shtrin mbi çarçafët që diku ndjenin vetëm trupin e tij. Për krah saj, i zhveshur, ishte Genti, vëllai i tij. Ai vëlla që e kishte mbajtur për dore kur ishin fëmijë, që e kishte mbrojtur nga të tjerët, që e kishte quajtur gjakun e tij. Në atë çast, koha u ndal. Ariani nuk dëgjoi asgjë, as zhurmën e natës, as qenë që lehen në përfshat. Vetëm zemra e tij rrihte fort, si një daulle që shpallte fundin e gjithçkaje. Ai shtyu derën me forcë, dhe ajo u hap me një krism të fortë. Elira bërtiti, u mbulua me batanie. Genti u ngriti tronditur, sytë e tij të zgurdulluar nga tmerri. "Arian, nuk është ajo që mendon." Belbëzoi ai. "Çfarë mendon unë, more qenë?" U lëriti Ariani. "Me gruan time, në shtratin tim, e tradhtove gjakun tënd." Elira ra në gjunjë, duke qarë: "Të lutem, ishte një gabim, të betohem se desha kur këtë gjë. Ishte një çast i dobët." Por Ariani nuk dëgjoi më asnjë fjalë. Fjalët nuk kishin më kuptim. Gjithçka që kishte ndërtuar, çdo kujtim, çdo sakrificë, u shem në një sekond. Në një moment të verbër, ai u drejtua nga komoda ku mbante armën që përdorte për gjueti. Ishte një pushkë e vjetër, por ende e fortë.
E kapi me duar që i dridheshin. Genti bëri një hap përpara, duke tentuar t'ia hiqte nga dora. Vëlla, të lutem. Mos. E di që kam gabuar, por, Krism. Zëri i plumbit përplasi muret e dhomës. Genti u rrëzua në dy sheme. Gjaku i tij u përhap ngadalë si një njoll që s'do të fshihej kurrë. Elira bërtiti, u hodh drejt tij, por Arjani tashmë ishte jashtë kontrollit. Edhe ti më vrave, përshpëriti ai, duke ja drejtuar armën. Jo, Arjan, të lutem për Zotin, mendo për vajzën tonë, por ishte vonë. Një tjetër krismë. Elira rambi trupin e Gentit, si të donte ta mbulonte me trupin e saj mëkatin që kishin ndarë bashkë. Arjani qëndroi ngrirë. Shtëpia ishte e heshtur, vetëm tymi i plumbit mbushte ajrin. Ai hodhi pushkën në dysheme, u ul pranë trupave dhe nisi të qante si një fëmijë. Çdo britmë i dilte nga shpirti, jo nga goja. Ishte një ulërim e njeriu që kishte vrarë gjithçka që donte, dashurinë, gjakun dhe arsyen për të jetuar. Pas pak, dera u hap. Ishte komshiu që kishte dëgjuar krismat. Kur pa atë skenë, bërtiti me të madhe. Brenda pak minutash, fshati u mbush me njerëz, me ulërima, me të qarë. Policia mbërriti, por Arjani nuk kundërshtoi. Ai su përpoq të ikte, as të fshihej. Vetëm përshpëriti me zë të dridhur. Unë nuk i vrava, ata e vran dashurin time para meje. Kur e morën në pranga, fytyra e tij ishte pa shprehje. Sytë e tij shikonin bosh, si një njeri që tashmë kishte vdekur me ta. Në fshat, kjo histori u bë legjend. Disa e quajtën krim, të tjerë thanë se ishte drejtësi e verbër e nderit. Por një gjë e dinin të gjithë, ajo shtëpi nuk u banuar më kurrë. Çdo natë, njerëzit thonë se dëgjojnë britmën e Arjanit në erë. Britmën e një burri që dashuria e tradhtuar e shndëroi në vrasës. Rrëfimi i fundit i Arjanit në Burgburgu i Bradasheshit ishte i ftohtë atë mëngjes. Dritaret e vogla me hekra nxirrnin vetëm një fije drite gri, aq sa për të dalluar fytyrën e zbehtë të Arjanit. Kishin kaluar 2 muaj që nga nata e tragjedisë. 2 muaj që ai se kishte prekur më dritën e diellit pa tela përpara syve. Çdo mëngjes zgjoheshte me të njëjtin zë në kokë. Britma e Elirës dhe e Gentit e përzier me krismën e pushkës. Një zë që nuk e linte të flinte, që e përndiqte kudo. Në burg, askush nuk i afrohej shumë. Të burgosurit e tjerë, që kishin bërë krime nga më të ndryshmet, e shikonin me një lloj frike. E dinin që ai nuk ishte thjesht një vrasës. Ai ishte njeriu që kishte shkatëruar vetë familjen e tij, dhe ajo e bënte ndryshe nga të tjerët. Një natë, gardiani i vjetër i burgut, një burr me flokë të thinjur, hyri në qelinë e tij dhe i solli një kafe. Arjan, po të them një gjë që sua them kujt. Ti nuk je si ata këtu brenda. Ke bërë një krim, po ke edhe plag në shpirt që nuk mbyllet dot. Mos e lër veten të vdes për së gjalli. Arjani ngriti syt, buzëqeshi me hidhërim. Un kam vdekur atë natë, Zoti i lirë. Tani po pres vetëm që trupi të më ndjek. Gardiani i heshti. Ai kishte parë shumë njerëz të thyeshin pas grilave, por Arjani nuk ishte thjesht i thyer. Ishte bosh. Në ditët që pasuan, Arjani filloi të shkruante në një blog që ia dha psikologjia e burgut. Ishte mënyra e vetme për të mos humbur mendjen. Në ato faqe, ai rrëfeu gjithçka, nga fëmijëria me Gentin, deri te momenti kur e kapi me gruan. Shkruante me lot në sy. Nuk e vrava për hakmarrje. E vrava sepse nuk mund ta përballoja dot që të merja frym në të njëjtën botë me ta. Ata më morën frymën, më morën shpirtin, dhe unë s'dia çfarë të bëja tjetër, përveç se t'i heshtja përgjithmonë. Kur prokuroria kërkoi dënim të përjetshëm, askush nuk e kundërshtoi. As avokati, as vet Arjani. Në gjyq, ai nuk ngriti kokën asnjëherë. Vetëm një herë foli, dhe ato fjalë mbetën në kujtesën e të gjithëve që ishin në sallë. Mos më mëshironi. Mëshironi ata që më çuan në këtë pikë. Dhe, mbi të gjitha, mëshironi vajzën time, që do të rritet pa nën, pa baba dhe pa daj. Në rresht të parë, nëna e Elirës e mallkoi me zë të lartë. Zoti s'të fal kurrë. E vrave vajzën time që e deshi me gjithë shpirt. Por nga ana tjetër, një plak tjetër, motra e babait të Arjanit, u ngrit dhe tha me zë të dridhur: ai s'është kriminal. Ai është një shpirt që e dogji dashuria dhe tradhtia. Zoti e di, dhe ai do gjykojë më drejt se ju. Gjykata e dënoi me burgim të përjetshëm. Por në burg, ditët e tij nuk ishin më ditë. Ishin plag që përsëriteshin. Ai filloi të izolohej gjithnjë më shumë, të mos fliste me askënd. Vetëm bloku i tij u mbush me letra e kujtime. Në njërin prej tyre, që ia la psikologes një ditë para se ajo të dilte në pension, kishte shkruar: nëse dikush e gjen këtë shënim, dua të di se unë e kam dashur Elirën me gjithë shpirt. Ajo ishte gjithçka për mua.
por ndoshta unë e doja aq shumë sa ajo s'mundi ta mbante, do të peshën e dashurisë sime. Vëllai im se urej më. Tani e di që mëkati i tij s'ka qenë dëshirë, por dobësi njerëzore. Unë do vdes këtu, por nuk dua që njerëzit të kujtojnë një vrasës. Dua të kujtojnë një njeri që u dogj nga dashuria, si një qiri që ndriçoi shtëpinë e vet derisa u shua. 3 vite më vonë, Arjani u gjet pa jetë në qelinë e tij. Nuk kishte shenja dhune, vetëm një letër mbi gjoksin e tij ku shkruhej: "Tani mund të fle. I fal të dy." Vajza e tij, që në atë kohë ishte vetëm 8 vjeçe, u rit me gjyshen. Kur arriti moshën e rritur, ajo vizitoi varret e treve të nënës, xhaxhait dhe babait. U ul në mes të tyre dhe tha: "Të tre keni qenë viktima. Asnjëri s'fitonte dot në këtë histori, por unë do të jetoj që ta mbyll plagën që ju s'mundët." Që atë ditë, askush se pa më të qante. Ajo filloi të studiojë psikologji dhe shpesh, në leksione, fliste për njerëzit që trahtohen nga ata që duan më shumë, pa e përmendur kurrë që ajo histori ishte e saj. Vajza që u kthye në shtëpinë e mallkuarishin kaluar 20 vite që nga nata e tmerrit. Fshati kishte ndryshuar, rrugët ishin shtruar, shtëpitë e vjetra ishin zëvendësuar me vila të reja. Por ajo shtëpi, ajo ku ndodhi gjithçka, kishte mbetur po njësoj. E errët, e heshtur, me dritare të thyera dhe me barin që kishte mbuluar çdo gjumë jete. Ajo shtëpi ishte mallkimi i fshatit. Askush nuk kalonte para saj natën. Thoshin se ende dëgjonin hapa, britma dhe krismën që kishte ndar jetën e 3 njerëzve. Një pasditë vjeshte, një makinë ndaloi përpara asaj dere të ndryshkur. Prej saj zbriti një grua rreth 30 vjeç, me flokë të errët dhe sy që mbartnin një trishtim të qetë. Quhej Arlinda, vajza e Arjanit dhe Elirës. Në duar mbante një tuftë trëndafilash të bardhë. Fshatarët që e pan, nuk guxuan t'i afrohen. Vetëm e ndoqën me sy, duke përshpëritur: "Është vajza e atij që vrau gruan dhe vëllain e vet." Arlinda i dëgjoi. Nuk u kthye. Ishte mësuar prej kohësh me gjykimin e njerëzve. Kur hapi portën e vjetër, një erë e ftohtë i përplasi fytyrën. Brenda, gjithçka ishte mbuluar nga pluhuri i viteve, por ajo ndjente sikur çdo send i vjetër e njihte ende. Çdo mur mbante një kujtim, një britëm, një përshpëritje. Ajo u ul në dhomën e gjumit, aty ku ndodhi gjithçka. U përkul, preku dyshemen e ftohtë dhe përshpëriti: "Mami, babi jam kthyer." Lotët i rëshitën pa zhurmë. Në duar kishte 3 letra që i kishte mbajtur me vete për vite. Një për secilin prej tyre. Në letrën për të ëmën shkruante: "Të kam dashur edhe pse nuk të mbaj mend mirë. Më mungoj përkëdhelja jote, zëri yt. Por ndonjëherë, mami, të kam urryer, sepse të zgjodhe dobësinë për dashurinë. Tani e di që ishe vetëm një grua që kërkonte ngrohtësi, dhe për këtë të fal." Në letrën për xhaxhain, ajo shkroi: "Ti ishe i ri, ndoshta nuk e kuptove çfarë po bën. Nuk po e justifikoj mëkatin, por e di që më pas ke vuajtur edhe ti në heshtje. Të fal." Por letra e fundit, ajo për babain, ishte më e vështira. Dora i dridhej teksa shkruante: "Babi, më dhe jetën dhe ma more fëmijërinë. U rita me frikën e asaj që bëre, por edhe me dhimbjen e asaj që të shtyu ta bësh. Të gjithë më treguan si vrasës, por unë e di që ishe njeri që e dogji dashuria. Sot dua të them se nuk dua ta mbaj më atë barë. Të fal, dhe të dua." Ajo i vendosi 3 letrat mbi një tavolinë të vjetër, vendosi mbi tufën e trëndafilave dhe u ngrit ngadalë. Në atë moment, një erë fort hyri nga dritarja. Një perde e grisur lëvizi, sikur dikush i kaloi pranë. Arlinda u kthye, por nuk pa askënd. Vetëm një qetësi e thellë, një ndjenjë sikur më në fund, shpirtrat e tyre ishin çliruar. Në mbrëmje, ajo doli jashtë dhe u ul në obor. Shikoi qiellin. Për herë të parë, ndjeu paqe. E dinte që nuk mund ta fshinte të kaluarën, por mund ta mbyllte plagën. Ajo vendosi që shtëpinë mos ta shemte, por ta kthente në një qendër këshillimi për viktimat e dhunës familjare. Në këtë shtëpi ndodhi një tragjedi. U tha njerëzve, por do të bëhet një vend ku askush nuk do të ndjehet më i vetëm. Fillimisht fshati e kundërshtoi, por me kalimin e kohës, njerëzit e panë se ajo nuk donte të hapte plag, por t'i mbyllte. Një ditë në hyrje të shtëpisë, ajo vendosi një pllak të vogël ku shkruante: "Këtu dashuria u kthye në gjak, por sot ajo kthehet në forcë për të tjerët. Arjani, Elira, Genti, qoft paqja me ju." Kur e vendosi, një rreze dielli u pasqyrua në pllak dhe ndriçoi fytyrën e saj. Ishte si një shenjë, ndoshta falja e tyre kishte ardhur më në fund. Në mbrëmje, teksa po mbyllte dritaret, Arlinda ndjeu një aromë të njohur si parfumi nënës. U kthye, por s'kishte askënd. Vetëm një zë i lehtë, si një përshpëritje në erë, i tha:
Faleminderit, bi. Ajo buzëqeshi me lot në sy. Dhe për herë të parë në jetë, unë ndje e lirë. Drita që mbeti pas errësirës kaluar 8 vjet, që kur Arlinda ktheu shtëpinë e mallkuar në një vend shprese. Tani, aty ku dikur dëgjoheshin britma dhe krisma, dëgjohen zëra grash që qeshin, fëmijë që luajnë dhe njerëzish që shërohen nga plagët e shpirtit. Shtëpia quhet qetësia e Arlindës, dhe për shumë gra në nevojë, ajo është bërë një strehë e shenjtë. Në çdo cep të saj, Arlinda ka lënë kujtime të vogla që flasin për falje. Në murin e hyrjes ka shkruar me dorën e vet: kushdo që hyn këtu, le të lër urrejtjen jashtë. Vetëm dashuria mund të shërojë plagët që gjaku ka hapur. Gruaja e re, që dikur mbante një bar të rënd mbi supe, është tashmë një emër i njohur në mediat shqiptare. Ajo flet në konferenca, shkruan libra dhe u mëson të tjerëve se forca nuk qëndron në hakmarrje, por në falje. Por edhe pse jeta e saj tashmë është ndryshe, brenda saj ka mbetur një pjesë që nuk pushon kurrë së kërkuari paqe. Çdo vit, në përvjetorin e tragjedisë, ajo shkon në varrezat e treve, të babait, nënës dhe xhaxhait. I vendos nga një trëndafil të bardhë, ulet përballë dhe flet me ta sikur të ishin ende gjallë. Kam ndërtuar diçka nga hiri juaj, u thot me zë të ulët. Ju humbët nga dashuria, unë po jetoj për të rikthyer kuptimin e saj. Një herë, një gazetar e pyeti: Arlinda, si arritet të falësh një baba që vrau nënën tënde? Ajo e pa drejtë në sy dhe tha: nuk e fala si vrasës, por si njeri që u dogj nga dhimbja. Sepse nëse nuk falim, mbartim të njëjtin zjarr brenda vetes. Dhe unë zgjodha të mos digjem. Fjalët e saj u bën virale, por ajo nuk kërkoi famë. Për të, çdo histori që dëgjonte në atë shtëpi ishte një kujtim i gjallë i asaj çfarë kishte ndodhur dikur, dhe një shans për të mos e lënë të përsëritej më, një mbrëmje dimri. Pasi kishte përfunduar takimet me gratë që strehoheshin në qendër, Arlinda ndezi zjarrin në oxhak dhe ul vetëm, me një filxhan çaji në dorë. Era jashtë frynte lehtë dhe flakët lëviznin ngadalë mbi muret e shtëpisë. Në atë dritë të ngrohtë, ajo ndjeu një qetësi që se kishte provuar kurrë. U duk sikur dëgjoi përsëri zërat e prindërve, jo më si britma, por si melodi e butë që përzihej me zhurmën e erës. Bëre atë që ne s'munduam, tha zëri i nënës, i butë si dikur, na fale, bi. Tani mund të pushojmë, i përshpëriti një zë burrëror. Një lot i vetëm i rëshiti në faqe, por nuk ishte më lot dhimbjeje. Ishte lot çlirimi. Ajo e mbylli librin që po lexonte dhe shkroi në faqen e fundit: nuk ka tragjedi që nuk mund të shndërrohet në mësim. Unë jam vajza e dhimbjes, por edhe dëshmia që dashuria mund të rilind nga gjaku. Në atë çast, një yll i ndritshëm kaloi nëpër qiell. Ajo ngriti syt dhe buzëqeshi. Ishte si një përshëndetje e fundit nga qielli, nga ata 3 shpirtra që, pas dekadash, më në fund kishin gjetur paqe. Shtëpia qetësia e Arlindës qëndroi si simbol i faljes dhe dashurisë së vërtetë. Dhe njerëzit që dikur flisnin për mallkim, tani e quanin bekim, sepse nga ajo shtëpi që dikur ishte mbuluar me gjak, sot dilte vetëm dritë.